ish-ministrit të mjedisit Lefter Koka, lidhemi drejt për drejt me kolegun Edison Vatnikaj për të kuptuar më shumë arsye dhe asaj se si e ka argumentuar gjykata pikërisht këtë vendim për rikthimin në qeli të ish-ministrit. Edison, përshëndetje. Klodit, përshëndes edhe unë. Në fakt, një ditë më parë, gjykata e apelit të posaçëm vendosi të ndryshojë vendimin e shkallës së parë asaj të 16 prillit 2025, për cilën ia shuante masën e dënimit me burg Lefter Kokës në lidhje me inceneratorin e Tiranës, por në fakt apeli një ditë më parë bëri një ndryshim të kësaj pike, duke shfuqizuar atë apo duke ndryshuar dhe duke kërkuar rikthimin në burg të ish-ministrit të mjedisit, për cilën sipas për llogaritjeve i ka mbetur për të kryer dënimin edhe 6 muaj të tjera heqje lirie, por në kohën kur është nxjerrë urdhri i ekzekutimit, Lefter Koka rezulton të jetë jashtë Republikës së Shqipërisë dhe sipas informacioneve ndodhet në shtetin italian, por sipas ligjit duhet të paktën 5 ditë të kryhet, nëse brenda 5 ditëve nuk kryhet dorëzimi pranë autoriteteve përkatëse, sigurisht që më pas angazhon dhe institucionet e tjera për shpalljen e tij në kërkim. Në vendimin e një ditë më parë u ndryshua edhe për ish zyrtar Njet Mirllape, për cilën shkalla e parë e shpallit të pafajshëm, ndërkohë apeli e riktheu në burg duke i ngritur akuzën e shpërdorimit të detyrës, një akuzë për cilën do të vuajë 8 muaj heqje lirie dhe që është kryer apo ekzekutuar pikërisht një ditë më parë për shkak se ai ishte vetë prezent në sallën e gjyqit duke dëgjuar edhe vendimin e treshës së gjykuese. Në fakt, për impiantin apo për inceneratorin e Tiranës, Lefter Koka u hetua në masën e sigurisë arrest në burg dhe ka edhe dënime të tjera të marra nga gjykata e të tjera, pikërisht edhe për vendosjen e inceneratorit Elbasanit. Për sa i takon të Tiranës, u dënua me gjykim të shkurtuar 2 vite, por siç e thashë më sipër, duke qenë se u bë edhe shuarja e dënimit, ai në fakt bëri edhe kërkesë për lirimin nga qelia që më pas u njoh nga gjykata e Durrësit. Tashmë, për pjesën tjetër të personave të përfshirë në dosjen e inceneratorit të Tiranës, vendimi ka qenë i njëjti, pra i lënë në fuqi edhe atë të shkallës së parë, nuk ka ndryshuar asgjë nga vendimi i gjyqtar Selca Ulliri, ndërkohë vetëm këto 2 ndryshime ishin pikërisht Lefter Koka dhe Jetmir Llapaj. E kur pritet që të zbatohet ky vendim, Edison? Duke qenë se ajo është në shtetin italian dhe sipas informacioneve ka shkuar për një ndërhyrje kirurgjikale, sigurisht që brenda 5 ditëve do të paktën është dorëzimi vullnetar, pra kryet dorëzimi vullnetar nëse personi nuk vjen apo nuk paraqitet pranë institucioneve brenda 5 ditëve, do angazhon edhe institucionet e tjera për shpalljen e tij në kërkim. Mirë, Edison, faleminderit për informacionin.